Mbrojtja është, si thua, veprimi më i mirë, jo vetëm ndaj fruthit, por ndaj gjithë sëmundjeve dhe ndaj gjithë problematikave të jetës. Dhe mbrojtja më efektive është vaksinimi. Vaksina e fruthit është ndër vaksinat më të provuara që janë në tregun e vaksinave, ka një efikasitet shumë të lartë, 90 deri 94%, është goxha e lartë krahasuar me vaksinat e tjera, dhe pothuaj nuk kanë komplikacione. Marrja e një vaksine të fruthit zakonisht nuk ka asnjëherë komplikacione. Si kurohet fruthi, njësoj si gripi apo ka një kurë më specifike? Ashtu si edhe gripi, fruthi është sëmundje virusale. Nuk ka një preparat, nuk ka një, le të themi, një ilaç në të gjuhën popullore që të vras virusin e fruthit. Ne mjekët trajtojmë simptomat, do ka mjekim simptomatik, do ne trajtojmë ethet, trajtojmë dehidrimin, i cili ndodh shpesh, edhe ky është një komplikacion i rëndë, ashtu siç janë pneumonit, siç janë encefalitet, edhe dehidrimi është një ndërlikim i rëndë i sëmundjes.